Jam Liberemini, jam normalisht nga Kumanova, nga Dardania. Domethënë kam kryer studimet të drejtësisë, master dhe bachelor e kam kryer në Shkup, madje master e kam kryer në Tetov. Pastaj jam marrë me letërsi, domethënë prozë dhe poezi dhe tani punoj në Agjencinë për Zbatimin e Gjuhës Shqipe në sektorin juridik, po ashtu dhe në disa organizata jo qeveritare dhe në shumë lëmi të zgjeruara. Është shumë mirë kjo. Mu vjen mirë kur të gjej të rinj të cilat vërtet kyçen në shumë aktivitete dhe janë pjesë e fushave të ndryshme. Kjo është diçka shumë e mirë dhe një shembull mjaft i mirë. Desha të nisim fillim për karrierën tënde si shkrimtare, prej kur fillove të shkruash, ose të shosh se kjo është pika jote e fortë? Faktikisht Blendina kam filluar të shkruaj që kur isha fëmijë. Domethënë ne edhe pak njihemi edhe më herët se kemi qenë në një shkollë, kështu domethënë klasa e 4 e 5 që janë mbaj disa festivale të ndryshme për fëmijë, disa ora poetike. Aty kam marrë pjesë dhe kam pasur disa poezi të mia janë përgjedhur nga juria, kam marrë disa çmime që kanë qenë atëherë për fëmijë dhe domethënë kjo ka qenë një motiv për mua, një motiv goxha i madh dhe i cili më ka shtyrë të vazhdoj përpara për arsye se kam pasur njerëz që pëlqejnë poezitë e mia dhe pse jo, mos ta shfaqen ndoshta talentin tim nëse lem ju lejohet ta quaj. Po, me qejtësi, vërtet ne kemi pasur atëherë edhe shumë aktivitete, gara të ndryshme, si dhe vlerësoheshim në pjesën të cilët ishim të Zot. Nuk e di sot nëse është e njëjta tek rinia, se po mendoj që nuk e kanë motivin e mjaftueshëm për të vazhduar artin ose çka do qoftë që ata janë të mirë. Faktikisht të mund mendoj kështu, fatkeqësisht ta them të drejtën, sepse në periudha shumë të hershme kishte aktivitete më të ndryshme, madje mësimdhënësit ishin të angazhuar dhe më tepër, tash e diti ne kur ishim aty unë isha njëkohësisht edhe orkestra e shkollës, kam qenë për 8 vite radhazi. Ndërkohë dhe ishim në gara të shumta, ishim në për poezi të shumta, në për festivale të shumta, madje edhe shëtitnim prej qyteteve në qytete, madje edhe jashtë shtetit, ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e mirë, që na ka kryer edhe neve si nxënës dhe tani si student edhe të rritur. Ka qenë domethënë një ndikim shumë i mirë për neve që të krijohemi si njerëz, të profilizuar tani. Po, mendoj që kemi pasur ndoshta për krajë dhe për pushtim më të madh. Po, dhe vullnet kemi pasur gjithashtu.